Ju do shikoni fare këtë marrëdhënien, partneritet do publik-privat. zhbëjmë çdo marrëdhënie partneriteti publik-privat. Që i shërben ekonomista, ministra, apo jo? Pra kjo PPP. Ministria, ju them kush është eksperiencë botërore. Eksperiencë botërore është ajo që bëri me PPP-t në energji Partia Demokratike deri në 2012. Çfarë bëm ne? Në pamundësi për të mobilizuar shumë miliarda euro nga buxheti i shtetit, i tham privatin, gje, projnë, lumin, çfarë do, shko vetë. Shko ndërtoje ti me paratë tua. Merr ti kredi në bank, ndërtoj ti gjithë rrugët që të çojnë atje. Ne, për hece më të vogla se për 15 megawatt, do të blejmë për 10 vite energjinë me çmim të rregulluar. Sa ishte ky çmim, mendoni ju? Ishte vetëm 10% më i lartë se çmimi i energjisë që vinte nga eksporti. Në çdo 10 lek që ne paguanim energji, po që edhe kjo qeveri paguan energji sot, këtyre që e di Rama u quan shushunja, 4 lek i kthehen mbrapsht qeverisë shqiptare në formën e kontributeve, taksave dhe gjithçka tjetër. Kjo është PPP. Kur ai mban riskun, mban ekspozimin dhe ne marrim energjinë. E po mos ishte kjo energji, ne nuk do furnizoheshim dot me energji për gjatë 2 viteve që ndodhi edhe Covidi, edhe lufta. 40% e kësaj e energjisë që kemi sot në treg është energji që vjen nga projektet e Berishës dhe të Partisë Demokratike. Po mos ishte ky vizion, kjo është PPP. Tani më thoni ju, a mund të quhet PPP? A mund të quhet PPP? Nuk merrem me ministrën se nuk e konsideroj. Tani ju lutem. PPP-ve ka qenë e dyshim se ju kur po ikni nga pushteti në atë kohë, në shkruat sa kontrata që edhe sot na bien ne mbi kurrizë ajo dhe nuk i dhe shqyr që kanë kurizin kaq të madh që i mbajnë gjitha këta. Patjetër. Tani vazhdojmë çdo me thënë, mos përmendi portin e Durrësit se keni përmendur litarin në Shtëpinë e të Vargurit. Jo, e përmendi ministra një marrëveshje që ju keni bërë në atë kohë. Me Alabarin? Jo. Me tjetër, mirë. A mund të themi se çfarë ndodh sot me PPP-t? Jo, them unë. Është një rrugë e cila mund të ishte bërë fare mirë me para nga buxheti i shtetit. Nuk e bën Edi Rama sepse do i çojë lekët diku tjetër, te inceneratorit, te kjo, tek ajo. Dhe ja jep privatit. Dhe privati sigurisht kur e bën me kapitalin e vet, të shkarkon 3 fish, 4 fish, futi dhe vlerën e korrupsionit dhe të grabitjes, shkon 8 fish rruga. Kjo është kaq e thjeshtë. Kur ka ndodhur ndonjëherë që rrugët i bëj privati? Çfarë do të bëni ju me PPP? Do t'i shkojmë një pas njëje. Dhe çdo të thotë do të hiqen me ligj PPP-t e pakërkuara. Çdo më thënë e pakërkuara. Të pakërkuara do të thotë që nëse nuk ka, dy janë mënyrat se si partneriteti publik-privat inicializohet. Kur ka një studim qeveria dhe studimi përmban atë që është thelbi i PPP-s, çfarë përmban? Pse duhet ta bëj privati këtë dhe nuk e bën buxheti i shtetit? Buxheti i shtetit, qeveria mund të bëj vepra publike, siç kemi bërë deri më sot. Rrugët deri më sot, deri në 2013 i kemi bërë me para publike të shtetit. Pse? Se kemi bërë llogari. Po ta bëj privatin, na bie 3 herë, 4 herë më shtrenjtë. Po ta bëjmë ne, na bie aq sa ç'na bie. Edhe sikur të marrim kredi në bankë. E kuptoni? Kjo do na linte hapa pas, tani gjithë bota vazhdon, funksionon me këtë mënyrë. Kjo na ka lënë, përveç se ju ka lënë hapa pas, në 12 vite ke vetëm 2 rrugë që janë bërë të tilla, na ka lënë dhe tmerrsisht të varfër. Dhe kanë avulluar 1 milion shqiptarë se s'ka mundësi vendi për t'i mbajtur me punë ata. E kuptoj, ju tani do ta zhbëni fare këtë. Një sekond, se bëhet pyetje, do më lini të përgjigjem. Po thoni. E kërkuar do të thotë kur qeveria e identifikon si projekt strategjik dhe thotë për 1 milion arsye, me analizë ekonomike dhe financiare, këtë punë e bën më mirë privati, më mirë privati nga që bëj unë. Për analiza duhet jetë atje. Po pse këtu PPP-t kanë ekzistuar dhe të pakërkuara, si marrëveshje, si marrëdhënie? 90%, 100% e këtyre PPP-ve që inicializones janë të pakërkuara. Po si vjen vetë privati dhe thotë dëgjoj se unë dua ta bëj me PPP. Kjo për ne, kjo punë është hapja dere. E keni gjithsesi analizën, po kur të lexoni, për shembull, t'ju them diçka, kam lexuar analizën ekonomike dhe check-upit. Të check-upit, koncensionit check-upit. E dini çfarë është analiza ekonomike që unë mendoja, do kisha 40-50 faqe. Jo ja punë. 40-50 faqe analizë të mirëfillt, edhe financiare dhe ekonomike. Janë të dy të ndryshme, po në një rezultat të shojnë. Të paktën me algoritma botëror për të caktuar pse check-upin ta bëj privati dhe nuk e bë ka shteti jon. E di çfarë ishte? 2 faqe e gjysmë A4 ku hartim dhe fillonte që ne nuk e bëjmë dot, po është më mirë ta bëj privati se privati ka ekspertizë. Dhe në fakt e mori ajo që e mori që s'kishte fare ekspertizën këtë pikë.
Kjo është e vërteta. Dhe kjo punë duhet mirë. Tani të merremi pak me programin tonë. Jo dua të di marrëdhënia PPP nuk do ekzistoj më nëse vini ju. Do ekzistoj por e kontrolluar. Po shumë disiplinuar dhe mbi të gjitha shumë transparente. PPP-t nëse përdoren siç duhen janë ndihmëse për ekonominë e vendit. Për shkak të PPP-ve që PPP do thotë ndarje risku mbi të gjitha. Në qoftë se ti nuk e ndan riskun, por riskun e merr shteti, pagesat i bën shteti, kjo nuk është PPP, kjo është punë e kontraktuar. Bie koncepti PPP-s për të mos u futur shumë thellë në këtë lloj doktrine. Tani, pa këto PPP, 40% Shqipëria sot do prodhonte nga burimet e veta, ndoshta 50% më pak, pra gjysmë për gjysmë energji elektrike të rinovueshme, që është shumë e vlefshme. Po ja ku janë PPP-t, ja ku po i prodhon dhe ja ku ekonomia më së fundi merr frym prej këtyre. Ja kuptoj. Tani të marrim shtyllën e dytë programit tonë, se folëm për varfërim për pensionistët, por ka një shtres tjetër që është e masakruar në ky pushtet, që janë fermerët dhe bujqësia. Ne, jo vetëm angazhimi jonë është 200 milion euro direkt vitin e parë të alokuar për bujqësinë, nëpërmjet skemave të financimit direkt. Çfarë do të thotë skema të financimit direkt? Financojmë çdo njësi prodhimi. Ty jap pak shembull, sepse është e tillë se si e kemi bërë llogarinë. Për gjithë fermerët e zonës time të Beratit, për çdo litër vaj ulliri, ne do japim mbrapsht 1.000 lekë të vjetra, ose 1 euro, pak a shumë. Do ta paguajmë, të shitur, sigurisht. Do ta subvencionojmë. Pse? Sepse kemi kalkuluar që të gjitha shërbimet, një pjesë e shërbimeve që ai bën, edhe shpenzimet që ai bën, mbulohet mirë me këtë 1.000. Dhe është vlerë e konsiderueshme që është mirë pritur. Për ullirin kokër, do t'japim kilen, po flas, do t'japim 200 lekë të vjetra. Dhe kështu vazhdojmë me radhë. Për mishin, për pulën, mishin, për kile, do t'japim pjesën për katse. Për vezën do t'japim pjesën për katse. Për pulën do t'japim pjesën për katse. Për perimet do t'japim pjesën për katse. Nuk e kam këtu tabelën me vete, duhet ta kisha marrë. Në fakt, t'ju them që me këtë plan, jo vetëm formalizojmë fshatin, pra fermerin, ne formalizojmë. Por nxisim prodhimin në vendas. Nxisim prodhimin në vendas, ulim çmimet në treg dhe ju them që qeveria në fund të ditës, përsëri, vetëm nga transferimi i zinxhirit të VSH-s do fusi prap para në xhep. Ai 200 milion që nuk është kosto 200 milion. 150 milion e tyre, nëse këto formalizohet e gjitha, kthehen mbrapsht në formën e TVSH-s. Dhe nëse ndodh kjo, në formën e TVSH-s. Në formën e TVSH-s ja merr shteti. Ne prapë të TVSH do t'ia kthejmë sektorit brysor. Si? Jo subvencionime drejt për drejta, sepse këtu e kemi mbyllur ciklin, por çfarë ka nevojë? Ka nevojë për rrugë. Të gjitha rrugët, ose mos them gjitha, mos jem kategorik, 95% e rrugëve që lidhin qendrat e qyteteve të Beratit, pra Çorovod, Poliçan, Berat, Kuçov, Dimal, me komunat rreth rrotull, janë rrugë të ndërtuara, me qendrat e komunave, janë rrugë të ndërtuara deri në vitin 2013. Pra, të gjitha, pastaj s'ka më. Mund të ketë ndonjë gjë, po them 90%.